Turi pari Kupës së Shqipërisë ka vënë përballë dy skuadra veriore, Burrelin dhe KF Shirokën, ndonse me diferenca me matjanet vendas të drejtuar nga Samuel Nikaj, pjesë e kampionatit kategorisë së parë dhe pretendent për superioren, dhe Shirokën e ardhur nga kategoria 3 që këtë sezon fitoi të drejtën të luajë në dytën. Ballafaqimi në fushë ishte disi barabartë mes dy skuadrave. Matjanet fituan me rezultatin 3-1 duke u kualifikuar në turin e dytë, por për hir të së vërtetës, në atë që u pa në fushë, Shiroka drejtuar nga Tatangelo dhe Mani u shfaq dinjitoze. Madje pas avantazhit 2-1 për vendasit, Shirokasit kanë disa herë të barazojnë rezultatin, por pa arritur qëllimit, sepse përvoja dhe kualitetet matjane bën të vetën, duke mbyllur ndeshjen me rezultatin 3-1. Referuar kronikës së lojës, pjesa e parë mbyll 2-0 në favor të Burrelit me golshënues Muran dhe Hotin përkatësisht minutën e 14 dhe 30, ndërkohë me fillimin e pjesës së dytë janë Shirokasit që shënojnë me anë të Ugungbire në të 52-ën duke ngushtuar rezultatin. Goli i tretë që vulos përfundimisht fitoren e matjanëve shënot në 82-ën me autor Rapin. Sa i përket skuadrave të tjera të qarkut të Shkodrës, Basani u eliminua transfert nga Skënderbeu që në kohën shtesë fitoi 5-2, ndërsa u eliminua dhe Veleqiku dhe Tërbuni, si dhe Beslidhja e cila u mund 3-0 nga Apolonia.